Dhe në momentin kër e fitojnë lirin, brenda lirisë intelektuali, lirisë e ignorancës, intelektuali vdes. Dhe ignoranca, ose ignoranti bashkohet me ignorancën. Dhe sjell ato që quhet grupacion politik fillimtar. Unë nuk po them që ju jeni të me shpresat vogla, por ajo që unë e kërkoj nga ju që mos ndodh ajo që e gabimit të Kosovës dhe të Shqipërisë në raport me një pikë intelektuale që ka pas Macedonia dhe e kemi shkatruar në një mënyrë apo tjetër, ose kemi kontribuar me shkatru. Për faktin e një, po themi shtu, inercioni të lirisë që kishte kapluar Kosovën dhe fitores karshi Miloševićit, që ky inercion vazhdoi i lirisë dhe Macedoni. Por asnjëherë nuk kemi menduar na që kemi përkrahur një ide se do të na ndodh që një sundimtar nuk flet më macedonisht, po flet shqip. Dhe s'ka ma keq që ti përkrah njerëz të cilët sundojnë qasin shqip. Dhe unë nuk du me përmend emrat përveçëm, por megjithatë në vitin 2001-2002 pa dashje kemi shkatruar referenca kulturore në Macedoni. Dhe është për keqardhje. Por besoni edhe neve që ndonjëherë keni shpresën edhe në Shqipëri edhe në Kosovë që betejën tonë sinqert e kemi hup edhe ne në Kosovë. Nuk e kemi hup, nuk e kemi hup vetëm Macedoni. Dhe pikrisht që ignoranca dhe të ignoranti e kanë gjetë pikën e përbashkët. Se një pjesë e madhe dëshiron të jetë e sunduar, edhe së të sundohet shqip, kurse tjetra priton të nis betejën gjithmonë duke shpresuar se asnjëherë nuk do të fitoj betejën me ignorancën. Por kjo është gabimi jonë. Ky është gabimi që na nuk hymë në një betejë që spagu të largojmë ignorancën tonë edhe pastaj ta fitojmë betejën për të qenë barabartë kulturalisht me këta njerëz që jetojnë bashkë në një Macedoni multietnike. Nuk ka Macedon që ndihet i poshnuar me këtë mënyrë tjetër së shqiptarëve. Asnjë nuk mund ta gjenë. Dhe mos u habitni pse ndonjëherë tallen. Tallen për arsye se na kanë kriju hapësirën në Macedoni për të jetuar kështu si jetojmë. Pa betejë. Tallen për faktin që na e kemi kriju strukturën BDI-ste ose të partive tjera politike me anë teknokracisë dhe me anë burokracisë të sunduar. Qysh doni me fitu betejën kështu? Beteja fitohet kur ju ja përplasni në fytyrë idenë e lirisë tjetrit, mas pari në shqip e pastaj në macedonisht. Dhe kur e fitoni këtë betejë, atëherë mund ta riktheni besimin dhe mos ta kemi një fshat ose një qytet në Dibër që ka kaq pak banor, ose mos i kemi autobusat që nisin për Zvicër në kryesor, që një kësi strukturë sondimit që kemi ndihmuar gjithë nga pak duke besuar në një diçka që s'është dashur besohet, do ta shndrojmë në një diçka tjetër. Se këta sundimtarë kur fillojnë me humbë betejën, e fillojnë një betejë tjetër. Koketimin me ato që unë as pak se dëshiroj, radikalizmin islam.
Dhe aty përfundojnë kur i hupin gjitha betejet nga ju për shkatëruar gjithë shka që ju do të ndërtoni. Aty frigohen mune që çdo sundimtar përfundon të me e keqja. Se e keqja s'ka fund. Dhe kjo e keqe e sundimit gjenalat më të paturshëm të mundshëm. Edhe periferia e botës gjithmonë e gjen një aleat i cili ik nga një betejë humbur. Ajo betejë humbur që do të jetë në Irak, në Siri e tjetër, do gjenë vend të këta sundimtarë që do këgetojnë në një tarë në tafër. Edhe këto i frigohen më shumë që. Prandaj nihem me mekat lehtë për ato që ka ndodhur dhe për ato që kemi provuar në këtë vend. Unë sinqerisht kërkoj falje për atë ndihmën që ja unë bëjuve, po se unë pas me qëllim të keq.